Krejt heshturazi dhe vjeturazi ashtu siç e ka zakon rilindja, padyqesa publike dhe debat, po ndodh një kafshimiri i parkut të madh liçenit artificial. Projekti kaloi thjesht si një zë buxheti të vitit 2026 në Këshillin Bashkiak të Tiranës dhe për ta është e mjaftueshme të vazhdojnë të betonizojnë parkun. Jo vetëm kërmim dhe betonim, por një harxhim i kot, vetëm për të xhiruar paratë e taksa paguesve kryeqytetas tek oligarkët e ndërtimit. Janë 9 miliard lekë të buxhetit të bashkisë që justifikohen me hapjen e një grope në territorin e gjelbër. Më konkretisht bëhet fjalë për tenderin me objekt ndërtim, parking nën toksor 2 kate në hyrjen veriore të liçenit artificial pranë sheshit Frederik Chopin. Fondi limiti i caktuar nga bashkia është 897.8 milion lekë të reja pa TVSH ose 9.5 milion euro pa TVSH, sipas kursit të Bankës së Shqipërisë. Tenderi është planifikuar të mbahet më 22 qershor 2026, por puna nuk do të nisë shumë shpejt për shkak të pazareve që bën pushteti para zgjedhjeve të ardhshme vendore. Parkimi nën toksor do të pozicionohet përballë portës së Gardës në hyrjen veriore të parkut të liçenit artificial pranë sheshit Frederik Chopin. Sipas dokumenteve janë rreth 11.000 metra katror që do t'i merren parkut dhe do të betonizohen. Dhe nuk mjafton kjo grop, por në sipërfaqe është parashikuar parkimi i autobusëve. Në total janë planifikuar 12 poste parkimi për autobusa. Nuk mjaftojnë 2 terminale autobusash, por u dash ka edhe një tjetër pikërisht tek hyrja e liçenit. Imagjinojeni çfarë pamje shumtuar për të prezantuar park, pa llogaritur ndotjen që krijohet nga gazrat e motorëve të tyre. Këta funksionar me njëra anë harxhuan qindra milion lekë për pista biçikletash, ana tjetër vazhdojnë me parkime makinash. Nëse do të pyesnim qytetarët, ky parkim nuk është i nevojshëm. Vetëm 100 metra larg nga parkimi i sheshit Italia janë parkimet e stadiumit Air Albania. Ndërkohë, një parkim tjetër nën toksor po ndërtohet te sheshi Nën Tereza, poshtë instalacionit të Tirana Mons. Sipas projektit, hyrja dhe dalja e parkimit është realizuar nga ana e sheshit Frederik Chopin. Grupa e parkimit nën toksor ka një sipërfaqe totale rreth 6.000 metra katror. Parkimi do të realizohet në 2 kate me një standard të përgjithshëm prej maksimumi -25 metra katror parkim. Është parashikuar një dalje vertikale në sheshin mbi parkimin publik i kombinuar me një info point dhe biletari. Projektuesi duhet të realizojë sistem ajrimi të parkimit për të mundësuar largimin e të gjitha ndotjeve të shkaktuara për shkak të shkarkimit të gazrave nga automjetet që parkojnë. Në fakt, këto gazra përfundojnë në ambientin përreth. Sipas letrave, projekti do të ndërtohet për 15 muaj, por zakonisht këto zgjasin shumë tepër. Pra, betonierët do të lëvizin në atë zonë për të paktën 2 deri në 3 vjet. Këtë e themi bazuar në precedent. Kështu parkimi nën toksor tek sheshi Avni Rustemi ka filluar në gusht 2024 dhe duhet të mbyllet në janar 2026, por akoma vazhdon të jetë një grumbull betoni dhe plurash që kanë mbuluar monumentin e kulturës së ndërtuar qysh në vitin 1930. Ndërkaq Urexi për të vjedhur shtuar para zgjedhjeve vendore. Dhe për krahasim, ky parkim nën toksor ka 2 fishën e vendeve të këtij që po fillon në hyrje të parkut. Nga ana tjetër, fondi limiti i tenderit që do të mbahet në 22 qershor 2026 është afro 3 miliard lekë më tepër. Janë para të ndara për të vjedhur sepse nuk dalin llogarit. Madje tek fondi limiti i tenderit për parkimin tek Avni Rustemi ishin futur edhe lyrja e fasadave të godinës anës rrugës dhe rrotull sheshit. Të gjithë këto projekte që më parë i faturoheshin Erion Beliajt, tashmë janë nën kujdestarin direkte të kryeministrit Edi Rama, që ka komanduar në këtë post Anuela Ristani. Nuk e besojmë se parkun po e kafshon Anuela me kokën e saj. Kjo është një nga ato punët që i vizaton Edi Rama dhe Anuela thjesht i firmos. Që tenderi është dizenjuar për të vjedhur e tregon edhe planifikimi pa kufi i parave për kompaninë që do të fitojë tenderin, ndërsa për mbikëqyrjen e punimeve janë caktuar lekët me pikatore. E përse duhen aq shumë inxhiniera për mbikëqyrje kur është bërë praktik që thjesht firmosen situacionet dhe faturat pas një lloj kontrolli në terren? Këtë nuk e zbuluam ne, por e denoncon një nga kompanitë pjesëmarrëse në tenderin e mbikëqyrjes së punimeve. Kjo është ankesë e kompanisë Tower SHPK drejtuar Komisionit të Prokurimit Publik më 7 prill 2026. KPK njoftuet se bashkia ka vendosur fond të pamjaftueshëm për tenderin loti i dytë mbikëqyrja e punimeve për objektin ndërtim parkimi nën toksor 2 kate në hyrjen veriore të parkut artificial pranë sheshit Frederik Chopin. Sipas analizës për lotin 2, bashkia ka parashikuar një fond limit prej 7.7 milion lekësh për një kohë zgjatje prej 15 muajsh. Nga ana tjetër, formalisht kërkohet një staf prej 10 persona.
pash. Nëse aplikohet paga indikative prej 115.000 lekësh, vetëm kostoja bruto e pagave ka vlerën e 17 milion lekëve. Pra, fondi limit aktual mbulon vetëm rreth 44% të kostos mesatare indikative të pagave, pa llogaritur sigurime shoqërore, shpenzime operative dhe fitimet e shoqërisë. Çfarë sjell kjo si pasojë? Nga një ranë nuk kursehen për atë për beton, por nuk llogariten sigurimet shoqërore të punonjësve. Kjo nxit evazion dhe informalitet, duke deklaruar paga më të ulta, ndërsa në ofertat do të propozoheshin shifra anomalisht të ulta. Po ashtu, rrezikohet që stafi të punojë me kohë të pjesshme dhe të vjet në rrezik ekzekutimi i kontratës. E ndodhur përballë një skandali kaq të hapur, KPP vendosi të pranojë ankesën dhe të urdhërojë bashkinë të shtojë fondin për inxhinierët e mbikëqyrjes së punimeve. Bashkia ka refuzuar të japë sqarime, por ka deklaruar se do ta anulojë tenderin. Ky është një stil i vjetër që e përdor kryetaria Anuela Ristani kur do të fitojë kohë. Ndërsa KPP ka vendosur të bllokojë çdo hap tjetër të Bashkisë Tiranë. Më 1 qershor 2026, KPP vendosi të mos lejojë Bashkinë Tiranë për vimin me hapat e mëtejshëm të procedurës së prokurimit. Mbikëqyrja e punimeve për 3 objekte të Bashkisë Tiranë për vitin 2026, përkatësisht loti i dytë. Mbikëqyrja e punimeve për objektin ndërtim parkim nën toksor 2 kate në hyrjen veriore të parkut artificial pranë sheshit Frederik Chopin. Praktika ka treguar se sa më i madh jetë fondi i projektit, aq më të vështira bëhen pazaret për mbikëqyrjen e punimeve. Preferohet gjithmonë një kompani e besuar që të tolerojë dhe të faturojë punët e pabëra. Vjedhja e parë është bërë në letër, në projekt dhe në skica ka qelbërim mbi betonin e parkimit nën toksor. Ndërsa në preventiv, mes 349 zërave të punimeve dhe mallrave që do të furnizohen, nuk ka asnjë pemë ose lule. Pra duhet një mbikëqyrës që të mbyll gojën dhe të firmosë këto dëmtimet mjedisit dhe mos kthimin në gjendjen e mëparshme të sipërfaqes së parkimit.